E pra ne nuk pyetëm, me vure ti bas vetën tënde. Duhet na qerash. Ronaldo. E fiton. Po, e fiton. Ka dhe pretendente të tjera aty, me gjithë dashamirësinë se unë Ronaldo në kam shumë gjan, po të shohim. Unë them që është një lojtar shumë i fortë. Pse? Shiko, Ronaldo ka gjendë mirë që flet shumë bukur, do me thënë ditë artikuloj shumë, po artikulon gjëra bazike në mënyrë shumë të bukur. Kjo është ide. Nuk më duken lagj bazike ato që thotë. Jo, nuk më duket shumë on point. Ronaldo niset nga ca parime, të artikulon atë parimin e vet, duke mos pasur në mendje që fjala e thënë në parim nuk ka lidhje me njerëzit, se thon stoikët shumë gjëra, po ti si njeri ke 27 shtresat e vetja, nuk do ecësh me atë parimin që do po mbase ai me atë parimin ecën. Okej, po njerëzit duhet analizuar më në thellësi. Jo, gjërat që i thot sakta, tani mos ja thot. Po, dhe mua më duket sikur është on point. Mendoj që është asnjë anës. Në shumicën e rasteve. Kur jep mendime. Kjo është asnjë anës. Të vetmit asnjë anës aty është Ronaldo dhe Kristi që janë të dy dhe shumë elokuent. Se ke dhe një anës në maksimum që thot mali miri është armiku im, se është armiku stile. Ke dhe njerëz të tillë që domethënë armiku i mikut tim është edhe armiku im, po. Ai me Stina. Interesante. Dalia Stina si e duk? E pa drejt. Jo, nuk është dashur me Dalia Stina. Sinqerisht nuk është dashur, se aty, okay, nuk po të ndonjëherë flinte më shumë gjumë se ç'duhet, po që ka bërë lojë, ishte i lezetshëm, ishte njerëzor, ishte shumë i mirë, një VIP tamam. Vetëm diku çalonte, që nuk jepte opinionin e tij 100% siç ne njohim nga jashtë, por edhe opinionin në fakt Stina ashtu është, domethënë nuk është natyrë konfliktuale, është po atëherë shumë nuk është për bigun. Si njeri. Nuk është për bigun. Është për formate të tjera mbase, po aty jo, duhet të kesh opinion. Edhe kur s'ke, ti duhet të kesh opinion. Se mund të vi rradha thua, nuk mund t'i thuash Ledionit, unë nuk di s'kam opinion. No. Ja, këtë gjë bën miri. Do me thënë edhe miri, është okej, flet shumë mirë. Po ka një gjë të lezetshme që e bën diçka, nuk e di pse e bëri atë gjën, pastaj kur e tregojmë në prime edhe thot dikush një diçka, po e ka pasur plan, aty thot, po, e kam pasur plan. Do me thënë, pret deri në pikën e fundit nuk e di çka ka bërë, pastaj në fund do të dalë si strateg. Po nuk është ai lloj strategu që hiqet. Po më strategu kush ju duket? Kristi. Kristi. Mënyra si doli, nuk e di, kanë parë njerëzit si doli nga burgu sot, ishte spektakolare. Nuk e di deri tani po bën bigun e vërtet. Domethënë është pa ndjenja, pa ndjesi, s'ka hyrë të bëj mish, ka hyrë për të shkuar në finale dhe për të fituar normalisht si të gjithë. Po ai do bën shumë pastë. Për drejt me bajan. Edhe në të gjithë ofendimet apo bulizimet që i kanë bërë çunat, ai vazhdon, është drejt, shikon vetëm drejt. Që janë shumë të ulta, domethënë të fillosh të bulizosh për seksualitetin e tjetrit është. Jo, nuk bën vetëm atë. Nuk mund t'i thuash ti tjetrit kur dalësh ti nga këtu të pastrosh kputucët e mia. Ajo është më keq akoma pastaj, po që jo, Kristi edhe e forta është që Kristi të kthem bullizim. Çfarë pasioni po shoh në sy tuaj? Në këto komente? Kristi të kthem bullizim nëse e bullizon. Nëse nuk e bullizon dhe merresh me argumenta, vjen ngricat kot, ngricat për të nxjerr nga vetja.